Dhjetra banor të fshatit rreth Tapi në Urën Vajgurore kërkojnë largimin e vend grumbullimit të mbetjeve nga zona ku ata banojnë. Banorët thonë se prej vitesh, makinat me mbetjet e Bashkisë së Kuçovës dhe së fundmi dhe të Urës Vajgurore derdhen pranë lumit Dëvoll, afër zonës së banuar dhe askush nuk ka ndërhyrë. Sipas tyre ndotja është alarmante. Zonë banuare kanë qenë tokat e fshatit rreth Tapi, kur ka qenë ferm Parizani. Pastaj morin administrim pyjorja dhe tu ka rreth gati 10 vjet që hidhen vlerat e Kuçovës. Dhe gjendja kjo është, si që shini dhe vetë. Është shumë mjerante, ushqen kafsh, mbeturinat kur bie shi derdhen në lumë. 10 vjetë që e bojnë, dhe ta është quhet landfill, që i thonë këta, kjo nuk mund quhet landfill. Pse, nga momenti tani që këtu vinë edhe plerat e Beratit, edhe të Kuçovës, dhe në momenti që Devolli vjen edhe shkarkohen e hidhen në lumë, ne mund ta quajmë landfill të, kur as përpunon as bën, dhe më keqja është kur këtu ndizet, edhe nuk mund të jetosh në fermë. Banorët thonë se gjithë zona e fshatit rreth Tapi, ku jetojnë mbi 2500 persona, ndotet nga plehrat, pirgjet e të cilave kanë zënë një sipërfaqe të madhe toke.